Fatmirësisht, do të thotë çështja në lidhje me ecurinë dhe zhvillimin politik dhe institucional të Republikës Arabe të Sirisë ka marrë një hof të madh që nga momenti kur figura si Ahmed al-Shara dhe grupi i tij tani qeverisës pra vendosën që ta hapin një faqe të re, një epokë të re për Sirinë dhe popullin sirian dhe një herë për gjithmonë të dalin nga e zeza dhe nga fatkeqësitë të për dekada me radhë që i kanë pasuar nga familja e Bashar el-Esadit. Pra, tham nga familja për shkak se edhe baba i Bashar el-Esadit ka qenë pra në krye të Sirisë dhe të dy pra kanë qenë diktator do të thoya ndoshta për atë periudhë të pashembull dhe që kanë bërë dëme të panumërta në Siri. Andaj kjo ardhje e një gjenerate të re në Siri, në krye me Ahmed Sharan, me të vërtet ka qenë një shpresë jo vetëm për popullin sirian, por edhe për lindjen e mesme, por edhe për neve në Ballkan, të cilët vazhdimisht kemi ndjekur pra ngjarjet në Siri deri në momentet e fundit kur ndoshta ka pasur personalitete që edhe nga Ballkani kanë fluar jetën e tyre për ndihmuar atje në forma të ndryshme, vetëm e vetëm që ta shohin atë vend të lirë dhe të frymojnë lirshëm dhe më në fund fatmirësisht arrihet një gjendje e tillë ku deri tani çfarë ka arritur Siria prej asaj hapjes së epokës së re ka një vit e ca muaj ndoshta dhe tani ditët e fundit për shkak vizitës zyrtare të presidentit Ahmed al-Shara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, bëhet një krahasim mes dy fotografive ku thotë para një viti ka qenë i përndjekur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë mirë teke ku ja është ofruar një shumë marramencë për ta kapur atë, ndërsa një vit më vonë ai do të shkon si figura më e lartë shtetërore e Sirisë në pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje sot isha duke e parë në një intervistë ish zyrtar i CIA-s, i cili ka qenë përgjegjës për ndjekjen e Ahmed al-Shara, sot e intervistonte në New York. Dhe këto turbulenca që kanë ngjarë nuk janë imagjinare në skenën politike ndërkombëtare, për shkak se brenda çastit ndonjëherë çka s'mund të ndodhë. Shkuarja e tij në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, i cili sigurisht do të drejtohet edhe në Asamblenë e Përgjithshme përballë shumë liderëve botror dhe është një arritje pa diskutim shumë e madhe për atë vend, madje edhe takimi me komunitetin sirian në New York, ku me siguri nga se cili personalitet ka dëgjuar histori të trishta të ndryshme. Kishte një person i moshuar që tregonte për vuajtjet që ka përjetuar në të kaluarën si i ri dhe ishte në një moshë mbi 70 vjeçare që tani më jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një pikë ndoshta ka qenë e pa imagjinuar për popullin sirian se do të vinë deri në këtë moment. Dhe unë e konsideroj të shumë të favorshme këtë arritje të tij, edhe takimet me presidentin Trump dhe shoh tek presidenti sirian Ahmed Shara një përgatitje profesionale në skenën ndërkombëtare, ceki këtë për shkak se bëhet fjalë për një afat të shkurt kohor. Pra është vetëm një vjet në qeverisje dhe i kanë ardhur disa takime intensive, përveç atyre që i ka pasur në lindjen e mesme, që ndoshta do t'i konsideroja takime fqinjësore me shtetet arabe, po edhe me Republikën e Turqisë, po edhe me liderët evropian dhe ata amerikan, ka pasur takime konstruktive ku me siguri të pritet edhe nga kjo vizitë zyrtare në Kombet e Bashkuara të vinë të kthehen pra në Damaskun zyrtar me
me ndonjë arritje të marrëveshjeve konkrete dhe fuqizimin e marrëdhënieve në arenën ndërkombëtare të Sirisë.